Faleminderit të gjithëve. Atëherë më lejoni të ftoj përpara jush Patrik Çoku, që është dhe kandidat dhe djali i zonës gjithashtu. Fjala për ju. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Patrik Çoku, një njerëz nga Muçiasi. Shumë prej jush më njohin, por dhe ju të tjerë që s'më njihni do doja të më njihni. Unë këtë iniciativë që mora për të bërë zëri i rinis, për të bërë zëri zonës tonë, për të folur problematikat që e kanë mbytur zonën tonë. Zona jonë quhet për turizmin, por më shumë quhet për bujqësinë. Bujqësinë tonë e ka kapluar zia. Fermerët janë në halle të mëdha. Shteti nuk subvencionon. Bonot e bujqësisë janë bllokuar. Europa nuk investon më. 112 milion euro që duhet i jepeshin fermerëve tonë nuk jepen, sepse ato shkojnë në xhepet e fermerëve që ne i kemi parë ndomt këtu në zonën tonë. Unë ju bëj thirrje të gjithëve që të bashkohemi, të vini me ne në këtë kauzë që ne kemi ngritur për të mirën e Shqipërisë, për të ardhmen tonë, për vendin më të bukur. Turizmi jon po zhduket nga harta e turizmit. Shqipëria është një vend që nuk duhet lënë pas, sepse është shumë i bukur, sidomos zona e Divjakës. Ju ftoj të gjithëve të na bashkoheni për të kthyer këtë regjim komunist që e ka kapluar vendin tonë. Ju falenderoj shumë. Tani ju thras Adriatik Lapën për të folur për bujqësinë që ne kemi bërë një program shumë të bukur. Faleminderit. Ne sot po vim në Divjak në takimin e dytë, sepse unë pak muaj më parë kam qenë deputati i kulturës. Sot jemi në një bashkëbisedim me familjet fermere, me blegtorët, me peshkatarët, me bletritësit e zonës, me një përfaqësi prej tyre. Dhe jam këtu me një pjesë të madhe të kandidatëve të koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, që do të garojnë në qarkun e Fierit, ndër të cilat është doktoresh Fioralba Dervishi, e cila është doktoresh stomatologe, dentiste, është vajzë nga Lushnja dhe e martuar në qytetin e Fierit, është një nga krenarit më të madha të ekipit tonë në gjithë Shqipërinë. Unë jam me fat që e kemi në ekip dhe ju jeni me fat që e keni si përfaqësuese. Është me mua inxhinieri elektrik Azmer Duleviç nga zona e Libofshës, një nga djemtë më të përgatitur që ka Shqipëria në fushën e vet, njeri i shkëlqyer në përditshmërinë e vet. Për shembull, një nga gjërat që bën me devotshmëri Azmeri është fakti që te qendra e vet e kurseve profesionale që ka hapur çdo vit, kurset për fëmijët jetim i bën falas. Është me mua, nuk është kandidat në qarkun tuaj, do që e mirë të që, po nuk është në Tiranë, gazetari mirënjohur Ferdinand Dervishi. Është me mua miku, kolegu, shoku tashmë i pandari i rrugtimit ton, publicisti, gazetari, analisti, njeriu i letrave dhe i librave, Arjan Konomi. Është me mua profesoresha dhe doktoraja e shkencave në arsimin ton universitar, një vajzë lushnjare, Eda Cauli. Është një nga vajzat më të përgatitura që ka Shqipëria dhe unë jam shumë krenar që ne kandidojmë në qarkun e Fierit. Është me ne djali nga Roskoveci, Floget Goriçani, njeri i punës, njeri i fisnik, që si dhe ju është marrë me tokën, është marrë me jetën e qytetit e të fshatit për të prodhuar nga kjo tokë e begat e Myzeqes dhe e krejtë Shqipërisë. Këtu kemi dhe Patrikun, që është kandidat i zonës tuaj. Patriku është një djalë që besoj ju e njini, sepse është nga djemtë e aktivizuar të zonës, është njëri me shumë energji, njëri që do ta përfaqësoj Divjakën me shumë dinjitet, është një njeri që vjen nga puna, vjen nga nderi, vjen nga meritokracia, sepse çdo gjë ai dhe familja e vet e kanë me djers. Gerta është një nga antarët e ekipit ton, është dentiste, është vajzë nga zona e Myzeqes, po e martuar
në Elbasan, është pjesë e ekipit ton, është kandidate këtu dhe unë jam shumë krenar që ua kam sjellë dhe në zonën e Divjakës, binga ku ajo është. Faleminderit. Është Erion Muska, sekretari ynë organizativ bashkëthemelues i lëvizjes, djalë fjerak, është inxhinier elektronik dhe softwaresh, drejton një kompani me të paktën 70 inxhinier të tjerë dhe është një nga krenarit e ekipit ton. Faleminderit. Siç e pat këtu në Divjak kemi ardhur me pjesën më të madhe të ekipit Garus në këto zgjedhje për t'i dhënë gjithë respektin e nevojshëm fermerëve, blegtorëve, peshkatarëve dhe bletëricëve të Divjakës që janë sot në këtë takim tematik. Ky nuk është një miting elektoral. Këtu nuk jemi për të tundur flamujt edhe për të ulëritur, këtu jemi për të bashkë biseduar në lidhje me programin ton për bujqësinë, blegtorin, peshkimin dhe bletarin. Jemi në një takim tematik ku ne do të flasim për këto pika që mbartin një interes shumë të rëndësishëm për jetën e banorëve të krejtë krahinës tuaj. Divjaka është një nga zonat më të begata të Shqipërisë, është një nga zonat më pjellore të Shqipërisë, e për këta arsye programi jonë kur është shkruar, më bestoni, ndër pikat që ka pas parasysh kur është shkruar, ka pas eksaktësisht zonën e Divjakës, sepse është zona simbol e bujqësisë shqiptare. Çfarë parashikon programi jonë për transformimin e bujqësisë, blegtorisë, peshkimit dhe bletarisë shqiptare? Së pari, ne kemi në programin ton pikën e parë që bën fjalë për subvencionimin për kilogram. Çdo me thënë. Ju jeni fermer, i pjesë e madhe juaj janë fermer. Në fermat tuaja ju prodhoni produkte të ndryshme. Prodhoni domate, karrota, lakra, sipas llojit dhe kategorisë së varieteteve që ju keni interes. Prodhoni bostan, prodhoni pjepër e me radhë. Deri sot subvencionimi në Republikën e Shqipërisë nuk ka funksionuar. Unë kam një pyetje për ju. Keni marrë ju si fermer subvencione në këtë Republikë në 10 vitet e fundit, po apo jo? Nuk është se subvencione nuk kanë ardhur fare. Kanë ardhur diku te 26 milion euro në vit në të gjithë Shqipërinë që janë shumë pak, po 26 kanë ardhur. Po këto nuk kanë ardhur kurrë te ju. Këto kanë shkuar te ata që kanë lidhje me partinë apo që kanë biznese të mëdha dhe kanë hyrë në bujqësi me marr këto fonde. Te fermeri i zakonshëm që i ka duart me kao nuk vinë, sepse skema është ndërtuar gabim. Sepse skema është ndërtuar në një mënyrë që nuk e sjell lekun aty, te ferma e vogël, te familja e vogël, te ata njerëz të zakonshëm që punojnë në përditshmëri për të mbajtur familjen. Për këtë arsye, ne angazhohemi në programin ton që ditën që do të vim në pushtet, se që një ditë do të vim, kjo nuk ka diskutim, fundi këtyre është prapa portës. Ne angazhohemi të bëjmë subvencionim për kilogram prodhimi. Çdo me thënë. Ju si fermer do të keni vetëm 2 detyrime që nuk u ngarkojnë në asnjë rast me barrë ekonomike. E para, të vetë deklaroheni si fermer, pa pas asnjë ngarkesë ekonomike, thjesht të deklaroheni para shtetit shqiptar që ne jemi fermer. Nuk ka rëndësi të keni tokë me certifikat. Nuk ka rëndësi a keni marrë me qira. Nuk ka rëndësi asnjë gjë tjetër. Mjafton që ju të deklaroheni fermer. Të thoni, unë filani, jam familje bujqësore, jam fermer. Kjo është e para. Pasi të bëni këtë, shteti do t'ju pajisë me një numër unik përkatës që identifikon ju si fermer përkatës. Pika e dytë është se cili nga ju, pasi të vetë deklarohet si fermer, do të shkoj pranë bankës së nivelit të dytë dhe do të hap një llogari të posaçme të fermerit, ose të blegtorit, ose të peshkatarit, ose të bletëricit. Edhe kjo do të jetë pa kosto financiare. Pse do të hapni një llogari të posaçme në bankë? Sepse në këtë llogari do të bëhet subvencionimi nga shteti shqiptar. Pra kjo llogari bankare do të ketë vlerë vetëm për një gjë. Aty do të vinë lekët e subvencionit në kohë reale. Nuk do ta përdorni dot ato llogari për të hedhur gjëra të tjera aty, para, kursime me radhë. Jo. Ajo do të jetë vetëm llogari ku shteti shqiptar do t'u kaloj ju subvencionin për kilogram prodhimi. Po shpjegoj shumë shkurtimisht çdo me thënë kjo skem. Pasi ju të vetë deklaroheni dhe të keni numrin tuaj unik, të keni dhe llogarin bankare unike e cila është e regjistruar në thesarin e shtetit me kodin e vet, pra numrin e llogarisë,
Ju do të keni të drejtën të shkoni pranë pikave të grumuimit ku shisti produktet tuaja dhe t'i dorëzoni ato kundrejt një fature e cila nuk u ngarkon me barë fiskale, pra zero tatim, zero pagesë. Një nga ju ka prodhuar atë ditë 100 kg karrota, po marrë një shembull. Shkon te pika e grumuimit, t'i dorëzon pret faturën dalë se 100 kg. Pika e grumuimit do duhet të pres faturën hyrëse, që mori 100 kg. Në momentin që të dy faturat kryqëzohen në sistem automatikisht, nga thesari i Shtetit Republikës Shqipërisë, sistemi bankar ju kalon në llogarin e deklaruar bankare subvencionimin tuaj për kilogram. Që do të thotë, shteti ka parashikuar të subvencionojë ju 200 lek për kilogram të karrotës. Po, 100 kg herë 200 lek, 20.000 lek të vjetra do t'u kalojnë automatikisht në llogari. 1000 kg herë 200 lek, 200.000 lek të vjetra do t'u kalojnë në llogari. 10.000 kg herë 200 lek, 2 milion të vjetra do t'u kalojnë në llogari. Aq sa produkt ju dorëzoni me faturë, aq para u kalojnë në mënyrë automatike në llogarin tuaj, pa u dashur mik, pa u dashur shok, pa u dashur të jesh me partin filan, pa u dashur të japësh rishfet. Sistemi në mënyrë automatike në momentin që kryqëzohen faturat, kalon parat të llogaria bankare. Kjo bën që haku të vejë i Zoti, kjo bën që djersa juaj të vlerësohet, dhe kjo bën që të vritet rishfeti në këtë sektor, sepse nuk u duhet më të jepni lek lart e poshtë për të fituar të drejtën tuaj. Jeni dakord me këtë skem apo jo? U pëlqen dhe u bind kjo skem që kemi zgjedhur për të propozuar për fermerët shqiptar? E njëjta gjë do të bëhet dhe me blektorin. Atë që prodhon qumshin, mishin e meradh. Sa kilogram dorëzon dhe prodhon, aq subvencion do të marrë për kilogram të qumshit, të mishit e meradh. Që të gjitha. E njëjta gjë me peshkatarët. Do të ketë një referencë të ojeve të peshkut. Nëse ka shkuar dhe ka kapur 100 kg levrek dhe i dorëzon të pika e shumicës me faturë, do të marrë pas 100 kg herë 1.000 lek, 100.000 lek. Nëse shkon dhe dorëzon 100 kg gjuz, ku di unë një varietet një oj tjetër peshku, do të marrë 100 kg herë 2.000 lek, 200.000 lek. E njëjta gjë me bletritësit, për mjaltin, për kosheren, për bletën. Kjo do të na bëjë që më në fund në këtë vend të ndërtojmë një republikë ku haku të vejtë e njeriu i punës, ku nuk duhet mik për të marrë djersën tënde, ku nuk duhet ta hedhësh produktin në kanal sepse je pa fitim edhe të shkon çdo gjë dëm. Kjo është skema e parë. Skema e dytë që parashikojmë në bujqësi lidhet me me pagesën e kredive, me marrjen e kredive. Tani unë, si avokat, jam dëshmitar i qindra rasteve që më kanë ardhur në këto vite, të fermerëve dhe familjeve të vuajtura shqiptare në fshatrat e Shqipërisë apo bashkitë e vogla të vendit kryesisht, të cilët kanë shkuar në për këto fajdet, se kështu i quaj ju, se ashtu janë, në këto institucionet e mikrokreditit, ku shkojnë marrin nga 5.000 euro, nga 10.000 euro kredi, me dokument identiteti, me idenë që do t'i marrin ato se janë pak edhe nuk kërkojnë shumë formula për t'i marrë. Qa bën? Shkon fermeri merr atë kredin aty, merr 5.000 euro, nga 5.000 euro i katandise i shkon 20.000, 25.000. Kanë interesa deri në 49% vjedhje. Është e vërtet kjo apo jo? A shkoni ju të merrni nga këto kredite, mikrokreditet te këto bankat e nivelit, këto të voglat? Edhe merrni 5 milione, u kërkojnë pastaj me përmbarues nga 15 e nga 20 milion? E u marrin shtëpit pastaj? Ne këtë do ta zhbëjmë. Si? E para, do të hapim bankën kombëtare agrare. Çdo vend normal ka një bankë kombëtare agrare. Banka kombëtare agrare do të jetë institucioni bankar ku ju do shkoni të merrni kredi me vlerë nga 1 euro deri në 100.000 euro. Për të bërë investime në fermat tuaja në bujqësi, në fermat tuaja në blegtori, në peshkim apo në bletari. Këto kredi do të merren me interes të butë, me interesa të vogla, sepse qëllimi i shtetit shqiptar do të jetë të investoj te banorët e vetë që jetojnë në fshat për të rritur prodhimin e perimeve, frutave, qumshit, mishit, peshkut, mjaltit, pra atyre gjërave që ju prodhoni.
Dhe ne si shtet në Bankën Kombëtare Agrare do të fusim një kapital vjetor prej 100 milion euro. Thënë në lek janë diku te 100 miliard lek. Këto para do të kenë mundësi fermerët t'i shkojnë, t'i marrin si kredi me interesa të buta, që do të variojnë diku te 3, 3.5, qameti 4%. Sepse interesi që ne parashikojmë do t'jeti atill sa për të mirëmbajtur kostot e kredis dhe bankën në vetvete. Pra shteti nuk do të ketë qëllim fitimin, do të ketë qëllim financimin e atyre njerëzve që në fshatrat tanë duan të punojnë. Dhe këtë do ta bëjmë përmes Bankës Kombëtare Agrare. Duke u hequr ju sikletin që të shkoni të merrni borxhe lart e poshtë, që të shkoni edhe të merrni fajde lart e poshtë, të shkoni te këto institucionet e mikrokreditit të merrni kredi me interesa të larta, të cilat pastaj u kthehen si barë e rënd të cilën nuk e shlyeni dot. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme e programit ton lidhet me cilësinë e farave dhe fidanëve. U ka ndodhur ju që të shkoni të blini fara dhe fidan edhe ato nuk japin prodhimin që duhet merrni në fushë. Ka mbajt njeri përgjegjësi? Po si është kjo punë? Ku është drejtësia këtu? Ti shkon se e fermer, nuk je miliarder, fermerje, mban familjen gjau me atë punë. Ti shkon, e blen farën ose fidanin aty, dhe normalisht ti mendon që shteti e ka kontrolluar. Shkon e mbjell në fushë, i shërben 4-5 muaj, ose kur është bim frutore edhe disa vite, dhe një ditë bukur del që kjo nuk e prodhimin e dur. Kush mban përgjegjësi për këtë? Se të ka ikur koha, pra jeta, të ka ikur paraja që ke bler ato fidanët, të ka ikur paraja që i ke shërbyer, e ke ujitur, e ke pleruar, e ke vaditur me të gjitha me radhë. Dhe në fund fare nuk ke çuar para te familja jote për ta mbajtur familjen tënde. Kush e mban përgjegjësinë? Kush e mban përgjegjësinë? Për këtë arsye në programin ton ne parashikojmë që shteti shqiptar do të lidh marrëveshje të posaçme me të gjitha subjektet që importojnë, tregtojnë apo prodhojnë fidan apo fara në Republikën e Shqipërisë. Këto subjekte do të nënshkruajnë kontratat posaçme me shtetin, sepse ne do ta konsiderojmë çështjen e farave dhe fidanëve si çështje të sigurisë kombëtare, sepse është çështje e sigurisë kombëtare sa kohë lidhet me jetën, familjet dhe ekonominë tuaj. Dhe kushdo i tregton ato dhe del që nuk janë në cilësinë e dur, do të mbajë përgjegjësi dhe do të përgjigjet me dëmshpërblimet përkatëse për fermerin që vërtetohet që ja ka çuar mundin dëm. Pika e 4, plerat kimik, kristalorët, fertilizuesit që përdorni ju. Dëgjojnë për Shqipëri në Tiranë që thonë këta fermerët që i dëndin këto në plera kimik edhe sjellin kancerin për shtëpitë tona. Nuk është e vërtetë, unë e di që s'është e vërtetë. Çfarë faj ka një fermer që shkon dhe e merr atë pesticidin apo atë pleun kimik dhe i hedh dozën, po doza nuk ka efekt. Dhe detyrohet i fus dopjo dozë që ajo të mbijetojë apo të bëjë efektin. Dhe del ushqimi pastaj jashtë cilësie. E para për ju është kosto. E dyta është humbje cilësisë. Çfarë ndodhi me manderinat që i kthyen ata? Falimentuan ata andaj poshtë. Për këtë arsye, shteti shqiptar do t'i detyrojë të gjitha subjektet sipas programit ton, tregtare, që importojnë, prodhojnë apo shesin plera kimik, kristalor, fertilizues në Republikën e Shqipërisë, të nënshkruajnë një kontratë të posaçme që të ushtrojnë aktivitetin e tyre me shtetin, dhe në çdo rast do të mbajnë përgjegjësi penale nëse plerat kimik nuk janë në cilësinë e Bashkimit Evropian sipas direktivës. Dhe në çdo rast do të përgjigjen me dëmshpërblimin përkatës. Pikë tjetër që ne kemi në program lidhet me përpunimin dhe magazinimin e produkteve që ju prodhoni. Tani unë kam një pyetje tjetër për ju. Kur ju jeni në sezon dhe prodhoni, kategori të ndryshme produkti, ku di unë lule shtry dhe sipas sektorit. Keni ju kapacitete frigoriferike këtu në zonë që të shkoni edhe t'i magazinoni me qira ato që të mos i shisni në ditën që vilen, sepse atë sezon mund t'jenë shumë të lira çmimet, po t'i mbani 2-3 muaj, 4 muaj, 5 muaj dhe t'i shisni me çmime të lartë kur tregu ka kërkesë. Ka këtu apo jo? Po s'ka. Po si do e konkuroni ju Italinë si Çilin përballë që prodhon pak a shumë të njëjtat produkte si Divjaka? Kur ata kanë magazinat atje dhe e merr produktin ai në kohën kur çmimi bie se ka sasi fluks të madh prodhimi, se ju nuk u pret koha, ato kalben, nuk i ruan dot.
Ato i edhë kanal pastaj. Qa bëjnë ata? Marrin i magazinojnë, dhe i shesin kur vjen momenti që rritet çmimi. Kjo ndodh në zonën nga Aviun, në Xarr dhe Konispol. 15 ditët e para hyn në prodhim mandarina dhe portokallia shqiptare sepse e ka pozicionin më të favorshëm se vendet e tjera. 15 ditë prodhojnë fermerët tanë atje. Ditën e 16 hyn prodhim greku me italianin. Çfarë bën greku me italianin? I merr dhe i magazinon. Pap. Dhe nuk e shet produktin kur është me 400-500 lek kilogrami, po e shet në korrik gushte me radhna e shet neve me 1500, 1600, 1800 kilogram në portokallit, limonit, e me radhë. Dhe aty është fitim. Dhe ajo që ne angazhohemi përmes programit tonë është 30 milion euro në vit. Do t'i çojmë në zonat bujqësore e blegtorale të vendit për të ndërtuar kapacitete të mëdha frigoriferike në çdo zonë dhe fabrika të përpunimit të produkteve. Ngeli speca në fush, se nuk e bleu tregu atë ditë, po, nuk ka pse të shkoj dëm. Nuk duhet të shkoj dëm. Ngeli domatja, nuk duhet të shkoj dëm. Është e vërtet që ai nuk do të ta blej me çmimin e tregut që ti të dalësh me fitim. Po do e marri, sepse kështu do dal garant shteti shqiptar në kosto prodhimi, që të paktën të mos u vej dëm mundi për atë lloj produkti që nuk e keni shit dot në treg e të fitoni. E ke prodhuar specën me 300 lek, e shite në treg me 500 lek, të ngelen 1 tonë atë ditë. Pse duhet vën dëm të paktën për atë 1 tonë të marrësh pas koston me cilën e ke prodhuar, të marrësh pas dhe subvencionin e shtetit, e në fund ditës shkosh në shtëpi të ushqesh fëmijët, mos të vej puna dëm. Dhe këtë duam të bëjmë. Pikë tjetër që kemi në program është certifikimi i tokave bujqësore. Angazhohemi të krijojmë laborator të lëvizës, siç i ka gjithë bota perëndimore, që kur fermeri e thret, vjen i bën analizën e tokës, e certifikon dhe produkti jot shitet me një çmim më të mirë atje tutje në Europë kur del, edhe te grumuesi kur e merr, sepse është i certifikuar. Pran pikave të mëdha grumuese bujqësore në të gjithë vendin dhe blegtorale, synojmë të bëjmë laboratorët të cilat do të bëjnë vlerësimin e produkteve përkatëse të prodhimit, që do të thotë se cili mund të bëj analizat aty, dhe të mos pres në dogana, edhe ato pastaj shkon ti Kalben, shkon ti Vishken, sa veten në Hungari, sa veten në Poloni, sa veten në Suedi, kryen puna ajo punë. Për këtë arsye, gjithë kjo paket e jona parashikon një tërësi masash të cilat e para nuk e çojnë mundi dëm të fermerit, blegtorit, peshkatarit dhe blethricit, e sjellin te ju para. Dhe me formulën që ne propozojmë, me prodhimin që ka sot Shqipëria, këtë që ka sot, ne kthejmë në fshatin shqiptar nga 300 dhe në 330 milion euro në vit sot. Ndërkohë sot merrni zero, se ato 26 i marrin ata në Tiranë. Sot merrni zero. Po e disa janë 300 dhe në 330 milion euro në vit, të vinë të fermerët. Janë mbi 300 miliard lek për fshatin shqiptar. Dhe ne parashikojmë që për shkak të kësaj skeme do stimulohet rritja e prodhimit, se ai që kish 2 lop do t'i bëj 3, se ka ku merr paran, do t'i bëj 5, 10 e me radhë. Ne parashikojmë që në fund 4 viteve skema të na prodhoj për fshatin shqiptar të paktën 500 milion euro subvencione. E nëse kësaj së bashku ja arrim, fshati shqiptar nuk do t'jetë më vendi i harruar, po do t'jetë vendi i bekuar ku bijtë dhe bijat kthehen për të ndërtuar jetën dhe begatin e tyre. Këtu ka pasur skema. Nuk po zgjatem shumë se dua të bëjmë bashkëbisedimin. Ka pasur skema. Ka pas një skem të naftës për peshkatarët. Qa bënin këta? E merrin naftën këta oligarkët e peshkut me 500 lek. Po, në vend të dilin në det këta që të kapnin më shumë peshk, u kthyen në tregtar nafte, e merrin me 500, e shisin me 800, 300 lek për litër në xhep dhe u kthyen në tregtar nafte. Në vend të rritej sasia e peshkut kapur e të ulej çmimi për tregun, jore s'ka, u ul sasia e peshkut, u rrit çmimi. Ndërkohë, një skem tjetër për këta të vreshtave ka qenë duhet kesh 2 hektar vreshta. Ua, po pse 2? Po pata 1 gjys. Jo, duhen 2. Po mirë ja i kam 2.
Jo, po pasi të kesh 2, duhet i kesh dhe të 2 hektarët me certifikat pronësie. Po më falë, po kam 34 vite që ti s'ma jep certifikatën, më mban varu. Pra tauje të këtij lloji do t'i japim fund. Dhe do të fusim skemën siç e thash. Fermeri që vetë deklarohet, mjafton të çojmë me faturë në pikat e grumimit produkt, apo blektori, apo peshkatari, apo bletritësi, dhe automatikisht në sistem nga thesari shtetit do t'i kaloj subvencioni. Dikush në një nga zonat ku bëm bashkëbisedim në Drenovic, më duket, më tha, o Adriatik tha, do fillojnë do vjedhin fermerët, tha, nga skema. I thash, shqyqyr që mendon që do vit dita që të na vjedhin ata që i kanë duart me kao, i thash, se ngelen të na vjedh këta që rrinë punë kota në Tiranë. Në fakt, skema është e aty që nuk e vjedh dot, është e pamundur për ta vjedhur. Pse? Po shpjegoj dhe këtë dhe pastaj nisim me bashkëbisedimin. Është e pamundur për ta vjedhur njeri për një arsye shumë të thjeshtë. Se nëse Flogerti është fermeri dhe Patriku është pika e grumullimit, Flogerti prodhon 1000 kg karrota dhe do t'i çoj te Patriku, atë ditë Flogerti nga bloku i vet dalës, i cili do të jetë fizik ose elektronik, do të deklaroj daljen e 1000 kg karrotave si fermer, për të cilat nuk do taksohet, e ka 0. Thjesht duhet i deklaroj. Pra kushti që ti deklaroj që të ma lekët. Ja shet Patrikut, pikës së grumullimit, pika e grumullimit do deklaroj futjen e mallit. Në këtë moment këto fatura kryqëzohen në sistem, kalojnë lekët te Flogerti. Tani i mori Patriku 1000 kg me 500 lek, karrot. Kape një skemë pse është e pamundur për ta manipuluar njeri. I mori me 500 lek. Në momentin që i merr me 500 lek Patriku, pra grumulluesi, është i detyruar që t'i shes, se nuk do t'i mbajti kalben. Do t'i shes Patriku. Do vi dikush nga Tirana me fugon apo me kamion dhe do t'ja marr Patrikut. Patriku do t'a shes me 1000 lek. Do t'a shes me 1000 lek Patriku. Për 500 lek unë që shtoj Patriku, shteti do t'i marr Patrikut 20% të vëshë dhe 10% të atim fitimi, se këta e kam 15, po ne do t'a ulim, do t'a bëjmë 10. 30%, që do të thot në 500 lek, 20%, 100 lek, në 400 lek që ngelen, 10%, 20 lek, 120 lek i merë shteti, me njëherë. Op, i futi shtetit e gjepi. Ky që doja marë Patriku dhe do e qoj në Tiranë, do t'a shes të ai lokali Pakicës, të lokali Lagjes, ato për marketi, supermarketi. Nga 1000 e 1500, se këshu ndodhë në atje në Tiranë me 2000 e blejmë. Opa dhe 120 lek të tjera shteti ke gjepi. Vajti 1500. Do vete Adriatiku, pra do shkoj Adriatiku dhe do vete marketi, do blej karrotën me 2000 lek. Opa dhe 120 lek të tjera i merë shteti. Sepse s'ka ku të vej, po deklaruar në fillim do deklarohet gjithmonë. Po 120 lek dora e parë, 120 lek dora e dytë, 120 lek dora e tretë. Shkojnë 420 lek, të cilat shteti sot nuk i merë, se eki në të zesë. Këto janë lekët që ne do ndaj me ju. Në 420 lek, 210 lek do t'i merë ju, 210 lek do t'i mbaj ne të bëjmë rrugë, shkolla, spitale, pensione më të mira, ilaçe cilësore, bonusin e fëmijëve që do japim 30 euro në muaj për çdo fëmijë. Dhe kjo e ndërton Republikën. Se nëse secili nga ju do të marr 150 lek për domaten, 210 lek për karrotën, 200 lek për qumshin, 50 lek për bostanin, 30 lek për bostanin, se ato do jenë formula që do të dalin kostot. Atëhere paraja fillon shpërndahet. Paraja fillon pikon në çdo familje. Çdo familje fillon lulëzon se ka ujë, pra ka para. Dhe kjo është skema që ne duam të bëjmë. Të sjellim paran në çdo vatër dhe në çdo familje të Republikës së Shqipërisë që punon me dinjitet. Kaq. Këtë duam të bëjmë. Duam të rishpërndajmë paran e Shqipërisë. Dhe duam ta bëjmë këtë duke u hequr atyre të cilët sot e vjedhin në kurrizë tuaj dhe na lënë të gjithë të varfër. Dhe duke e sjellur te vatrat tuaja. Unë dua t'i jap fjalën dy miqve shkurtimisht, po shumë shkurtimisht, që na kanë nderuar sot me pjesëmarrjen e tyre, dhe pastaj do të bëjmë bashkëbisedimin për të sqaruar çdo paqartësi që ju keni. I pari është zoti Ferdinand Dervishi, që ka dy fjalë për të thënë. Është nga gazetarët më të mirë dhe të vërtet që ka ky vend. Faleminderit Ferdinand. Pastaj është zoti Ekonomi dhe vazhdojmë me bashkëbisedimin. Po, faleminderit.
Atëherë nuk e dija mjifni apo s'mjifni, po ka të njerë shumë që mjifni, sepse unë jam nga gazetarët e parë që kam shkruar për bandën e Lushnjës, për kokat e prera, e tjera. Ju i njihni mirë të historim, dikush nga ju mund të ketë vojtur e tjera. Tani, unë kam bërë një hap në politikë dhe do më dëgjoni edhe për këtë pjesë, ju kërkroj të më dëgjoni 2 minuta. Pra, unë e njoh Divjakën dhe e kuptoj Divjakën si një vend me ca kushte atmosferike që nuk janë në vend tjetër në Shqipëri. Ose më sakt, e shoh si Kreta, pra si që shohin Grekët apo gjithë Europa Kretën, që i nxjerr produktet shumë më herët se sa zonat e tjera të Greqisë. Unë shoh Divjakën, por nuk kam dëgjuar. Pra, e shojmë atë shalqinin që del në rrugë, po nuk duhet të jetë vetëm shalqini, unë besoj se më shumë interes duhet kishte domatja. Unë vet vi nga Kutallia, me origjinë nga Kutallia, dhe unë shoh më shumë sera në atë zonë atje që nuk e ka klimën si juve, dhe më pak tek juve. Pra, unë besoj se duhet të orientohemi këtu. Pra, Divjaka duhet jetë vendi ku për një periudhë të caktuar, ku nuk prodhohet në pjesët e tjera të Shqipërisë, t'ja presi rrugën madrave që ne marrim nga Europa, apo nga vendet e ngrohta, nuk e di nga vinë ato domatet, vinë nga Turqia, pra mund të ndali domatja 1 muaj apo 2 muaj më herët se sa prodhon pjesa tjetër e Shqipërisë. Dhe ne në këto 2 muaj, pra punohet fort që Divjaka të mbushi tregun këto 2 muaj. Unë besoj se kjo duhet jetë formula që këtu shumë njerëz t'ja shohin ajrin bujqësisë. Unë kështu e shoh, me ato pak, nuk jam në ekspert bujqësie, po e njoh Divjakën. Por duhet ketë një marrëdhënie shumë të ndershme, prapë edhe këtë nuk e po e flas si ekspert, po e shoh si një njeri i zakonshëm. Një marrëdhënie shumë të ndershme. Unë kam dëgjuar dhe kam parë me sytë e mi, se sikur fermerët kanë sera apo parcela dhe po prodhojnë domate. Dhe që bëjnë? Mbajnë 10 rrënjë domate aty që si prekjen as me pesticide dhe me asgjë për veten e tyre. Dhe për gjithë popullin e tjetër, pra të produktin që e ngren e çojnë në treg për përfitim, për të mbajtur familjen e tjera, është më vete. Pra, për familjen, a i mban 10 rrëz domate që nuk i prek as me nitrat, nuk i prek as me pesticida, apo insekticide tjera, ndërsa për pjesën tjetër mban tjetër cilësi. Kjo është e gabuar. Nëse ne do arrim, ne jemi të vërtet, ne jemi njerëz të vërtet, ju do thoni që, okej, erdhi PD-ja, na gënjeu, na masakroi, na vodhi, erdhi përse njëta gjë, tjera jo. Unë po i premtoj që jemi njerëz të vërtet. Dhe thot ai njeriu atje i gjati, të tjerët më han kumbulla mbrapa shpinës. Dhe shkatëron atë që ka thënë populli. Deformon atë që ka thënë populli. Populli ka thënë që peshku qelbet nga koka. Pra, mjafton ai njeriu atje sipër. Mjafton në një familje krye familjarit, jetë njeri i Zotit dhe i drejtë, që gjithë familja të eci drejt. Po nuk që krye familjari, njeriu i dur, familja shkatërohet. Kjo është problemi që ne kemi. Ju do mendoni që erdhën këta na treguan ca pralla, ikën një lloj si të tjerët, jo nuk kemi si të tjerët. Këtë ja u them 100% të bindur. Ne do vëmë njëri atje lartë, të ndershëm dhe të mirë, do i bashkojmë shpatullat me të dhe do e bëjmë. Se kur e bëjmë, nuk e dim. Kemi nisur rrugën. Për ta bërë. Faleminderit. Përshëndetje, ju falenderoj që jeni sonte këtu. Dhe duhet ju them është era e parë në jetën time, pavarësisht e kam u thuar në tërë botën që vi në Divjak dhe jam i befasuar nga prezenca juaj, sepse nuk e di me paragjykim pa të drejtë, ndoshta edhe prej
paditurisë sime, mendoja që në Divjak dhe një gomar të kuq të vendoste Partia Socialiste do ta mbështesin dhe ta votonin. Po shikoj që pas ka domethënë dhe njerëz të tjerë dhe jam i sigurt që do të ketë dhe shumë njerëz të tjerë në takimet e tjera. Doja t'ju thosha se shumë prej jush dhe familjarëve tuaj mund të jenë indiferent në politikë, siç kam qenë unë derisa të shikoja këtë lëvizje të re në Shqipëri. Ka shumë njerëz dhe kjo është ndoshta pjesa më e rrezikshme në thonjza si thuash e situatës politike sot në Shqipëri, që kanë humbur shpresën dhe besimin tek politika shqiptare, nga dy partitë e mëdha që për 34 vjet e kanë kthyer në një pronë të tyre private politikën shqiptare duke u rrotulluar njëri me tjetrin. Dhe kjo i ka bërë shumë njerëz të jenë të shkëputur nga politika, të shohin punën e tyre, të shohin hallën e tyre, interesat, biznesin e vogël nëse e kanë, apo atë jetën e tyre në një komoditet apo reati që duke mos pas asnjë lloj interesi se çfarë thot njëra parti dhe çfarë thot tjetra. Ka ardhur momenti pikërisht tani që ndoshta këta njerëz janë indiferent dhe ju që jeni prezent këtu, të afërmit tuaj, miqtë tuaj, familjarët tuaj, duhet t'i zgjuani dhe t'i shkullni sepse shpresa e ndryshimit të madh të këtij vendi është jo vetëm të kjo lëvizje e re politike që ka lindur, jo vetëm të programi i saj që është shumë i pasur dhe ju dëgjuat dhe do keni mundësi ta njihni më tepër edhe në fushën e bujqësisë, të blegtorisë e të peshkimit, por ajo indiferencë që karakterizon shumicën e shqiptarëve, që përbën një përqindje më të madhe se ata që votojnë majtas dhe djathtas, sikur ata të zgjohen, të angazhohen dhe të përfshihen në këtë lëvizje të re politike. Unë jam i bindur që çdo lëvizje politike ka për të fituar e pa diskutim Shqipëria bëhet ka për të fituar e ka për qenë lëvizja politike që ka për të sjellë ndryshimin e madh historik që do ndodhë në zgjedhjet e majit në Shqipëri. Ndaj mos nguroni të flisni me familjarët tuaj, me miqt, me shokët, t'i shpjegoni çfarë dëgjoni, informoni më tepër për gjithë programin e kësaj lëvizje se pa diskutim nuk keni për të zhgënjyer. Ka ardhur momenti që shqiptarët të zgjohen nga indiferentizmi i tyre politik. Lërini ata të majtët dhe të djathtët të votojnë ashtu siç kanë votuar, se nëse do zgjoheni ju të tjerët, kemi për t'ia arritur qëllimit. Nga një fjalë nga përfaqësuesit kandidatët tanë, Fioralba, të lutem. Përshëndetje njerëzit. Pastaj fillojmë me pyetjet. Përshëndetje, ju falenderoj të gjithëve, unë si shta Adriatiku pak më përpar, jam vajzë lushnjare dhe jam e martuar në Fier, pra më saktë identifikohem si muzeqare. Kështu që hallet dhe problematika tuaja i di prej kohësh dhe si që tham pikat e programit janë mbështetje për ju. Kështu që kini besim. Faleminderit. Azmer. Hajde inxhinier, dy fjalë për miqtë tanë që na kanë nderuar. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam inxhinier Azmer Dulević. Një lloj si ju, edhe unë jam rritur në fshat. Jam nip jo shumë larg qysh këtu, në Kamenic dhe midis jush këtu janë dhe dy dajat e mi. Para se të fillonim, po bisedonim pak dhe më thanë që kemi investuar, kemi mbjell qep. Nuk e di, besoj edhe shumë prej jush, kanë probleme me qepën. Ka të tjerë që kanë probleme me qepën, që i ka dështuar këtë vit? Shumica. Tani pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse mungon ajo që tha Adriatiku, përsa i përket pesticideve dhe plehrave. Subvencionet që merrni, maksimumi për naftën, ju keni marrë 100.000 lekë vjetra. Sa ju shkon zotëri një vaditje? Një vaditje sa ju shkon? Nuk ju dalin as 100.000 lekë për një vaditje. Këtu është ndërtuar një sistem absurd. Sa prej jush mund kenë në ato tokat tuaja, në serat tuaja, kanë kontrat me OSHE-n për pompë ujë. A e dini, besoj e keni parë, që paguani 1.000 lekë vjetra çdo muaj taks për televizorin në mes të tokës. Është normale kjo. Sa prej jush me ato lekë që merrni nga fitimi, që shisni produktet bujqësore, bëni investime për rrjetin, për të çuar telat elektrike atje, për të bërë pusin, për nxjerr ujin. Besoj se të gjithë prej jush keni investime private.
A ka subvencion? Zero. A është normale që çmimi i energjisë që ju paguani për vaditje të jetë një lloj me çmimin e atij që ka restorant apo hotel? Pra, këto janë ato që ne zotohemi të ndryshojmë dhe shpresoj që masivisht të gjithë qytetarët, ju që jeni prezent, por edhe ata që janë duke na ndjekur tashmë nga çdo cep i botës, do reflektojnë dhe do të na mbështesin në datën 11 maj. Faleminderit. Profesore Eda. Faleminderit. Unë jam Eda Cauli, jam një vajzë lushnjare, jam gjithashtu e martuar në Lushnjë dhe unë jam një prej jush, sepse edhe unë i di mirë hallet tuaja, që do të thotë të punosh fort dhe të mos shpërblehesh duke punuar me orë të tëra në atë bujqësi apo kudo. Duke ardhur nga një familje e thjesht ku edhe i matë punon të fort, jo vetëm për të mbajtur familjen, po edhe për të mbajtur fëmijët e tij në shkollë dhe gjithaj mund nuk i kthehej pas, sepse të gjitha prodhimet nuk shkonin askund. Kështu që kërkojmë mbështetjen tuaj për ta ndryshuar një herë mirë këtë skem dhe për t'i besuar këtij programi për të cilin unë sot jam bashkuar vetëm se më pëlqejnë pikat konkrete, gjërat e prekshme nga ky program. Faleminderit. Hajde doktoresha, dy fjalë. Patriku foli, Flogerti nuk e ke... Okej, hajde. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Greta Kasa, shumica këtu do më njohin si Greta Zaçe, pasi që familja ime ndodhet këtu në Miz, nuk e di se sa e njohin, gjithsesi, unë mendoj se Myzeqeja në tërësi, dhe në veçanti zona ku ndodhemi dhe nga jemi, duhet të ndëshkojmë me patjetër shtetin që ndodhet tani në qeverisje, sepse ju e dini shumë mirë skandalin që ndodhi për fondet që do vinin nga BE-ja, të cilat u bllokuan dhe pse u bllokuan? Për korrupsion. Pra, zoti Rama del dhe thot që do hyjë në BE, ndërkohë që BE-ja i bllokon edhe fondet të cilat kishte llogaritur që do a jepja pikërisht juve. Dhe duke qenë se Myzeqeja është zemra e fermerëve të Shqipërisë, pikërisht Myzeqeja duhet që këta t'i dënojmë më shumë se çdo vend tjetër në Shqipëri. Faleminderit. Patjetër. Përshëndetje të gjithëve, mua më quhen Erion Muska, sekretari organizativi i kësaj lëvizje, lindur rritur në qytetin e Fierit. Sot do kandidoj në këto zgjedhje në qarkun e Fierit për t'i dhënë një alternativë të ri zonës, për t'i dhënë një alternativë të re të gjithëve neve, që vëllezërit, motrat tanë, fëmijët tuaj, nipërit, mbesat, mos të rinë me atje në emigrim, po të kthehen në vendin e tyre, të kthehen në këtë tokë të begat dhe t'i japin gjallërin kopshteve, shkollave, vatrave tuaj për një Shqipëri të re, për Shqipërinë që bëhet. Ju faleminderit gjithëve. Adi Rafat. Po e mbyllun, mirëmbrëma të gjithëve. Edhe pse era me vonesë shkak të trafikut, infrastruktura, shumë arsye të ndryshme. Më duhet të falenderoj për prezencën tuaj, pasi pretendohet që ende kjo prezencë do të jetë ende më e madhe dhe jemi këtu ta bëjmë ende më të madhe. Faleminderit. Duhet ta nis, në fakt, edhe prej vonesës pasaportën time unë e lash te makina, duhet ta kisha marrë me vete, duhet bëj një lidhje me pjesën e asaj gjëje që kryeministri Rama ka vetëm një gjë dhe nuk ka asnjë lloj paketë tjetër çfarë të ofrojë dhe thjesht drejton pasaportën, që kjo është në vetmja mundësi që ju duhet më votoni mua. Ndërkohë nuk ka asnjë lloj gjë tjetër që ofron përveç se paketës fantastike që kemi ne, pjesës programit që ne duhet ta mbështesim dhe duhet ta avancojmë. Më fal adratik, edhe diçka tjetër. Unë që të prezentojmë se fakt e nisa dhe kjo pjesa hyrëse dhe duhet të prezentojsha me emër e mbiemër. Unë jam Refat Beqira, jam inxhinier në profesion, punoj prej 10 vitesh, prej kur kam përfunduar studimet dhe disa nga gjërat që më kanë bërë që unë të jem këtu dua që të kontriboj për atë gjë që të tjerët nuk e kanë bërë. Në fakt, arsyet që jam këtu janë sepse unë i kam prek një pjesë të gjërave që këta nuk i kam bërë. Dua të theksoj faktin ashtu si unë jam inxhinier mekanik, kam madje me masi profesional,
shoh disa gjëra tjera që këtu ende mungojnë dhe duhen rishikuar për të vazhduar përpara. Dua ta lidh me pjesën e infrastrukturës. Kudo që janë rrugët, kudo që janë shtrirë, është gjendja është alarmante. Aq më tepër përveç infrastrukturës që rrugëve që shtrihen, dua të theksoj pjesën e sinjalistikave që janë burimi kryesor i aksidenteve që ndodhin për ditë. Për ditë shohim që aksidentet janë duke ndodhur prej shkaqeve të ndryshme. Që kjo qeveri nuk është duke mbështetur, duke avancuar, duke përmirësuar kushtet dhe gjëra të tjera. Gjithsesi, synimi jon është këtu dhe do të jemi përpara për të arritur gjitha objektivat. Ju përshëndes. Tani do nisi me pyetje përgjigjet, faleminderit. Pyetje përgjigjet në lidhje me programin ton për bujqësinë, për blegtorin, për peshkimin dhe për bletarin. Kush mikrofoni? Po. Kush ka pyetje, mund t'i bëj dhe unë do t'u përgjigjem sipas çdo lloji tematike që do ngrimi. Zotria ti. Po ndoshta i shpjegova miru. Mirëmbrëma, në radhë parë ju uroj mirëseardhjen. Jam biri i 2 fermerëve nga një fshat i cili quhet Spolat dhe jam krenar për prindit që kam, të cilët punojnë 60 vite për këtë shtet edhe 35 vjet demokraci. Shumica djova si folët shumë gjëra. Bravo për ato që thatë. S'kam lidhje me peshkatarët, po filloj nga peshkatarët. Përmendet peshkatarët, tu peshkatar me licencë nuk ka o zotri. Tu ka peshkatar me cavar, ka plasmasi, që vetë mytën det. Gjithashtu, kur mora vesh lajmin që do bëhet për fermerët, më tha kushëri, thash po do vi. Po këtu s'ka dhe fermerë me sa po shoh. Nuk e di cilat janë arsyet që s'kan ardhur këtu, po edhe s'u aty e lartë. Unë shoh plot fermer, varet sa do ti. Divjaka është e madhe zotri. Po mirë tani, pushteti i bën vetën, nuk është aq e thjeshtë. Po këtu është për fermerët, pra nuk kemi për pushtetin. Gjithashtu thuaj aty e lartë ku shkosh, që janë mësuar në fshatar, gjithmonë na kanë si fshatar. Po di më shumë nga tepër nga ata të lartë. Do thosh ti kush je ti. Po çdo gjë që vjen në pjatën tuaj, kur i servirin fëmijëve grave, motrave, nanave, baballarëve tuaj, kalojnë nga këto durët tona. Po jam gabim? Jo. Gjithashtu, i siguroj gjithë konsumatorët e shtetit shqiptar që Lushnja prodhon mallin më bio në gjithë Evropën dhe me gjithë botën. Se kemi bërë dhe botën. Gjithashtu, ju siguroj se dhe për pesticidet që thatë. Ore dakord më siguron, pyetje ke se... Një minut. Ka në unë diçka për të thënë, unë ju djova. Okej. Unë ju djova, po jo. Po. Gjithashtu ju siguroj dhe për pesticidet që thatë, janë disa element veçantë. Dhe jo se jam nga Lushnja, po nuk ndonë Lushnja fare ata. Janë diku më larg. Po do t'i thosh atyre në Tiranë që ne nuk jemi sklever. Ne jemi punëtor. Mos ta trajtojnë si sklever, që ma se të punojnë ta. O jam gabim. Se fshatarën e shikojnë si sklav. Unë kam hedhur vjet 1000 kujtal domate. Se s'kam internet, telefon ta tregoj, kush ka telefon me internet, ke një protest që është bërë berat në vjet, do më shihin e dje. Kam hedhur 1000 kujtal domate erdhe nga Greqia, mas 13 vjet është u riktheva në atë dhe, për të punuar për familjes. Por jo pra, se unë i hodha punova 6 muaj, i hodha gjitha lekët që kisha edhe mora 2 milion lekë vjetra. E se qam një i kokën, e kupton? Po pse i hodhe? Tani po bëjnë naivin. Po, zoti Adriatik nuk e di sa jo formur jeni, vjetë u shit domatja me 200 lekë. Po të pyes se duhet që ta dëgjoj. Edhe nuk shitej fare. Po pse ndodhi kjo? Po ndodhi se oligarkët e di më mirë se unë ti, se ke më tepër shkollë nga unë. Këtu janë 5 pika grumullimi. Edhe unë po të duhet marrë një licencë, se dikush tjetër nga ne këtu nuk t'i japin. Edhe unë po duhet të tregtoj mall kundrejt Greqisë, Italisë, do më bllokojnë dogan, thonë pesticide këto mbrapa. Edhe këto me pesticidet, edhe me mandarina, ato janë ca jura, nuk janë që dikush hodhi pesticide me tërmend dhe helmoj popullin. Kjo fsha unë gabim, po me sa di unë, janë të futur. Jo, pse i hodhe domatet poshtë? Unë e di pse i ke hedhur, po unë... I hodha ishte me 200 lekë kilja dhe veja 2 metra qunë... Më ndiq në logjik. Unë e di pse i ke hedhur. Unë po të pyes se na ndjekin dhe live njerëzit të kuptojnë gjën. Pse i hodhe të pyes që ta kuptojnë dhe qytetarët? I hodha pra se shitej me 200 lekë të vjetra kilogrami... Pse shitej kaq lirë? Edhe nuk shitej. Pse kaq lirë? Po pse kaq e dolin ata?
Sepse tregu është monopoli pak njerëzve, apo jo? Po. Është kapur. Po, nga Eksakt. 5 veta. Sepse këtu hyn mall nga jashtë. Më falë, ju nuk e thatë këte për këta 5 veta. Edhe na bëhet kjevet e për të djalin, për të Patrikun që është nga zona jonë. Hyn dhe serët me stadium, punon dhe serët e djali, se ka sera. Që ta disha shije ka emëlsira, thot një fjallë urt, do ta vesh gjuhën nga sheqeri. Po me të gjurë kështu nga larg, gjithma e bajnat e ama se ky fshatarje prodhoi të madhe ky. Da marrim me 300 lekë. Faleminderit. Jeni mirë. Faleminderit. Sukses. Pyetje. E shpjeguam, janë të qartë, i falenderoj që na dëgjuan, respekte. Kjo është ta bësh programin ashtu si që duan njerëzit. Faleminderit shumë.